Po edhe ca planete tjerë. Edhe janë 30 si ne i zhdukin. 13.000 armë bërthamore. 13.000, nga cilat gjysmën i ka vetëm Rusia. Gjysmën i ka Rusia? Vetëm më shumë se gjysmën. Më shumë se gjysmën i ka Rusia? Ka Rusia, po. Po Ukrajina? Kishte pas ka? Tani, në qoftë se flasim për Ukrajinën, Ukrajinën kanë fillu që heret me gryna brenda. Qa ishte marrëveshja Budapestit në 94. Në Ukrajina në të periull ishte vende i tret bërthamor në botë, mas Rusisë dhe Amerikës. Marrëveshja Amerikë, Angli, Rusi, për heqjen e armëve bërthamore nga Ukrajina, e dopsoj jashtë masa Ukrajinën. Sepse po të kishte armët bërthamore sot Ukrajina, jo, nuk ndodhte, por nuk do të flisnin ma gjuhë që flasin sot më Ukrajinë. Do më thënë mund të apushton të Rusia? Ja, edhe njëherë, nuk mund të flisin ma gjuhë. Tani, historia, sepse e kam ma shumë për teleshikusin, flasin shumë mirës të këne, po, cila është zanafila e kësaj lufte. Kur u shpërban Bashkimi Sovjetik, 3 presidentet e parë që në nënshkruan shpërbamin, ishin 3 presidentet e vendeve slave. Nga 15 republika që kishte Bashkimi Sovjetik, 3 vendet slave, Rusi, Ukrajinë, Bielorusi, firmosën shpërbamin. Vendet tjera më nëjë me referendume, atë dolin. Mirë po, këto 2 si vendet më të mëdha, Rusia me Ukrajinë u ndanë më të mirë, por ngelen disa probleme të hapura. Si që ishte ajo flotës ushtarake në detin e Zi, si që ishte në një problem tjetër dhe Rusi si kishte ngel apo udhëheqës ruse, si të thush pishman Krimeja. Historia Krimes është histori sa e dhimbshme, aq edhe e vështirë për të kuptu. Fillimisht e ka qenë tatare, pastaj u bë turke, në 1700 sa në pushtoj Rusia, edhe u ba. Atë u nërtu, nështë baza kryesore e Rusisë në Evropë. Në Bashkimi Sovjetik e përforcoj shumë, sepse nërtoj bazën e Sevastopolit. Kur në 54-shin, Hrushqovi, për të marrë me të mirë Ukrajinën, apo Ukrajinasit, sepse që kishtë ndodhë, në kohën e në vitet 30, të persekutimeve të dhahtarshme në Ukrajinë, Hrushqovi ka qenë sekretari parë. Dhe për gjitha ato, krime që janë banë në Ukrajinë, kishte përgjithësinë e vetë. Kur u banë sekretar... Për gjitha ta që nuk e dinë, Hrushqovi nga ishte? Hrushqovi ka qenë në Rusë. Rusë ishte? Por kujtojnë njërës, shumë njërës ka qenë në Ukrajinës. A i ka qenë në Rusë, por ka punu shumë vite. Sekretari parë? Ka punu shumë vite në Ukrajinë. Ka jetu shumë vite në Ukrajinë. Kur u banë sekretari parë për të zhduk shumë gjurëm të atyre krimeve, shefin e KGB-s të Ukrajinës e bani shef të KGB-s Bashkimi Sovjetik. Njëkohësisht, urdhëroi zhdukjen e shumë dokumentave të KGB-s Ukrajinës, ku delin qartë krimet e asaj periudhe për cilat Hrushqovi ishte ndjeni, po për shumë tilla kishte urdhëruar. Atëherë, për të marrë me të mirë shtresën e mesme të Ukrajinës, e cila nuk i harron të kollaj, i dhuroi Krimen. Por ç'ndodhi? Vërtet i dhuroi Krimen, por Sevastopolin e majti Kremlini. Pra në qoftë se deri atëherë që ishte pjesë e Republikës Ruse, atëherë Çelsin e Sevastopolit e majti Kremlini, pra e majti Bashkimi Sovjetik, ja kaloi nga Republika Ruse, ja kaloi. Edhe kjo meti, edhe kur shpërban Bashkimi Sovjetik, Çelsin e Sevastopolit e kishte Kremlini. Kur them Çelsin të bazës, duhet kesh parasysh edhe një gjë që me vite, popullsia ruse është shtu shumë në Krime, dhe ka një moment që popullsia ruse ka qenë popullsia kryesore
e Krimes. Pra ka ba ma shumë se gjysmën, 50% gati 60% në Krime kanë qenë rusë. Pavarësisht nga këto, kur u shpërba Bashkimi Sovjetik, udhëheqja ruse e kishte gjithmonë synin të Krimeja, pavarësisht nuk e shprehte. Por disa parti ruse, që u bënë shumë në atë kohë, e kishin programin e tyre Krimen. Dhe, kur në doli problemi i Kosovës, me cilin Putini është marrë shumë herë, madje ka kënë një periudhë që, si që thuesh në një kanal televiziv rus, në Rusi flitet ma shumë se ku do në botë për Kosovën. Do në Rusi flitet më shumë për Kosovën? Të në dokumenta. Dhe, në këtë periudhë, kur shtrohesh problemi i Kosovës dhe Evropa dhe kryesisht Amerika po shkonin drejt shpalljes pavarësisë, se çliru ishte, por drejt shpalljes pavarësisë. Po kaloi një atëherë kaluan 9 vjet. Në 99 deri në 2008. 9 vjet. Atëherë në këtë periudhë Putini ngriti teorikisht problemin e universalizimit të çështjes kosovare. Që do të thoshte, ndërmjet tjerave, problemin e Osetis Jugut, problemin e Abhazis, dhe nënkuptonte Krimen. Në ngjarjet e 2014-s, ku përmendimin tim, përëndimi ka shumë faj, sepse nga një anë e nëziti Ukrajinin, nga anë tjetër e lanë baltë, në këtë periudhë, Putini ndërmori aneksimin e Krimes, gjojë me referendum, dhe elementet prorus në Donetsk dhe Luhansk ngritën krye dhe fillun luftën e armatosur. Përëndimi në vend që nga Amerika, në vend që të vinin, si shtot populli, ku finin të thana, për kundrazi, e dënun me lafe, thanë që nuk dhe ta njohim zyrtarisht, por nërmorin sankcionën na 7-8 vetëve. Dhe gradualisht Rusia, duke pa dhe qëndrimin e përëndimit, mori zemrë dhe arriti aty ku arriti në 2022 që e sulmoj. Me pretekstin, për mu që sharak, të denazifikimit dhe qarmatimit, po thëmë Shqip, me pretekstin. Sepse pa dhe dopsin e përëndimit, dhe nolli e që nolli ku jemi dhe sot. Kja është me pak fjallë historie. Jo, i bët një panoram shumë të qartë, shumë shteruse, dhe të falenderoj shumë për këtë, dhe gjitha ta që në kanë ndjekur, besoj kuptojnë më shumë tani, se sa pa e shpjeguar Shaqir Vukaj. Tani, çështja janë dy, kryesore, e para është Kosova, dhe ne aty kemi gjithsyt, dhe e dyta është nëse ky konflikt mund të shpërthej dhe mund të përhapet për shkak edhe të problemeve me NATO, sepse lajmi fundit janë dy. Një, Elon Musk ka thënë që Amerika të largohet nga NATO. Rrjedhimisht, a është Evropa aq e fuqishme sa të mbaj NATO-n? Dhe tjetër, zëdhënësja e shtypit e Pentagonit ka deklaruar dje në një status, unë e dërgova zoti Vukaj, që ta bëjmë Kosovën sërish Serbi. Ju më dërguat po në kërkova, gjithanej në lajme dhe nuk e gjeta. Madje hapa edhe sot në mes, edhe lajme të ruse që janë qëndrojnë kështu do më thënë. Presin çdo lajm, nuk i gjeta. Jo, e ka dhënë agjenci, edhe të Kosovës e kanë dhënë. Mund tjetë lapsus, sepse mund tjetë, unë nuk e di. Por, unë kam parasysh, para pak diç, kur ishte festa e Kosovës, dita shpalljes, telegrami i Trumpit ishte shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Pavarësia e Kosovës. Ja kjo, Kingsley Wilson. Po e pashe. Make Kosovo Serbia again. Ta shofim. Por, unë do t'i besoj Trumpit. Sepse të kthesh edhe njëherë Kosovën në Serbi, atëherë të do t'ketë luftë në Ballkan. Nuk e pranojnë Kosovarët. Sigurisht.
Atëherë do ketë luftë përsëri. Unë dyshoj që është një lapsus.